Vazhdon të jetë e rënduar situata në terminalin autobusëve në Bulqiz, në rrugën që lidh dy lagjet e qytetit dhe bizneset përreth. Rreshtet e fundit të shiut kanë shkaktuar rritjen e nivelit të ujit deri në 70 cm, duke e bërë rrugën plotësisht të pakalueshme për automjetet e vogla dhe duke sjellë vështirësi të mëdha për lëvizjen e qytetarëve. Mjeti zjarfikës i Bashkisë Bulqiz kanë ndërhyrë disa herë, por ka rezultuar i pafuqishëm për të larguar sasinë e madhe të ujit, niveli i të cilit vijon të rritet nga dita në ditë. Situata është prezente prej afro 2 javësh, pa një zgjidhje konkrete nga autoritetet vendore, ndërsa banorët shprehen se kjo problematikë është kthyer tashmë në fenomen sa herë ka rreshje intensive shirash. Sipas specialistëve, shkaku kryesor i përmbytjes së mbetet bllokimi i tubacionit shkarkues të ujrave të shiut, i cili çon prurit drejt zonës së Vajkalit. Po ashtu, mos funksionimi i kanaleve ujëmbledhëse që zbresin nga qafa e bollit ka përkeqësuar më tej situatën, duke bërë që uji të grumbullohet dhe të mos ketë rrugdalje. Pavarësisht shqetësimeve të vazhdueshme të banorëve dhe dëmeve që janë shkaktuar bizneseve në zonë, Bashkia Bulqiz deri tani nuk ka arritur të rikthejë normalitetin, ndërsa qytetarët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme dhe një zgjidhje afatgjatë për të evituar përsëritjen e kësaj gjendje.